Do të shkojmë pak tek rasti i vrasjes së Ardian Nikulajt. Çfarë ka ndodhur? Pra, në këto 3 vite, nëse mbani mend si ngjarje, ka qenë një ngjarje e cila sigurisht habiti që të gjithë edhe për mënyrën se si është organizuar, që dikush vinte nga jashtë, posaçërisht për të vrarë një individ në Shqipëri. Nuk ishte ndodhur shumë shpesh që dëgjohej një plan shumë mirë i ndërtuar, mirëfilli një autor i cili u ekstradua, po kush ka qenë porosisi, kjo është një pikë pyetje. Megjithatë, njihemi pak me detajet e vrasjes së Ardianit edhe rikthehemi bashkë me panelin. Biznesmeni Ardian Nikulaj u ekzekutua më 19 prill të vitit 2023 në Shëngjin, në ambientet e lokalit të tij Buzdetit. Krimi ishte planifikuar më së miri, 4 shtetas britanik që u shfaqën si turistë kishin rolin e informatorëve dhe për të mos rënë në sy qëndruan disa ditë në hotelin e familjes Nikulaj. Kur terreni i favorizoi, portugezi Ruben Saraiva e qolloi me 6 plumba si përmarrësin Nikulaj. Prokuria e Lezhës akuzon Edmond Haxhin si porositës të krimit. Prej muajsh vijon procesi gjyqësor për vrasjen e Ardian Nikulajt me të akuzuar si ekzekutor Ruben Saraivën. Për të, Prokuria e Lezhës ka ngritur akuzat, vrasje për gjakmarrje kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj dyshohet se ishte në vrazhdën e zinxhirit të hakmarrjes që familja e viktimës kanë me fisin Lex Takaj, konflikt ky i nisur në vitin 1997 me 7 viktima. Ndërkohë që ka vrasje të cilat ndodhin paralelisht dhe ngjarje të tjera, do kemi mundësi që ndoshta të sjellim edhe në koreale se çfarë ndodh. Do ndalemi pak tek rasti i vrasjes së Ardian Nikulajt. Bëhet fjalë për Ruben Saraiva, i cili ishte dhe autori kësaj ngjarje, siç po e shinit edhe në planet, edhe në pamjet të cilat ekzekutoi Ardianin. Por ka patur një proces gjyqësor, kemi patur edhe kamuflimin e turistëve gjithashtu. Kjo ka qenë pamjet të cilat janë shpërndarë dhe në atë kohë në rrjet, ku futet portugezi edhe ekzekuton ose i dyshuari në këtë rast. Po, patjetër. Autori dyshuar. Autori dyshuar. Prandaj e thash direkt, autori dyshuar. Korrekt proceduralisht. Dakor. Prandaj e thash direkt, autori dyshuar. Kujtim Sakrani është avokati i Ruben Saraivës, mirë se vjen avokat, po do kemi edhe Nertila Haxhian, e cila jo vetëm është aktiviste, edhe e kemi parë her pas here në zërin që ajo ngre për tema të tjera të rëndësishme, por edhe e afërt vajza e xhaxhait të Edmond Haxhis, apo jo, emrit i cili flitet si personi që ka paguar për ekzekutimin e Ardianit në këtë rast, Ardian Nikulaj. Sot ka qenë dje, apo sot ka qenë ka qenë një seancë gjyqësore. Si u prit në këtë seancë gjyqësore? Çfarë u paraqit nga pala e prokurorisë? Ja, në fakt ne jemi në proces. Jemi në proces duke për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, padyshim dhe dinamikën, dhe jemi në fazën ku po pyeten dëshmitarët dhe ata që kanë dieni një direkt apo indirekt për sa i përket kësaj ngjarje. Dje kemi pyetur familjar, pra tëmën e maman e Edmondit, Nertilën e cila gjendet është sot këtu, si persona cilët kanë dieni për rrethanat e ngjarjes dhe padyshim pastaj për të pyetur rreth gjithë dinamikës, nëse kanë konflikte, kanë pasur konflikte me familjen Nikulaj më parë dhe kështu me radhë, sepse është folur në media për konflikte gjakmarrje. Dhe jemi të detyruar proceduralisht që ne të zbardhim që ka konflikte, nuk ka konflikte dhe pse janë këto konflikte, sa ka vazhduar këto konflikte. Dhe ne dje kemi bërë pyetjet tona, pra kemi thirrur ne, kemi kërkuar ne si përfaqësues të Ruben Saraivës, dhe padyshim nëse e njohin autorin e dyshuar si vrasës apo si personi cili mund ta ketë kryer këtë vrasje. Kështu që jemi akoma në fazën ku as prokuroria, as gjykata dhe as kush nuk e di kush është vrasi vërtet dhe arsyet e vërteta të kësaj ngjarje. E kuptoj. Nertila, ti vet ke një lidhje me personin i cili dyshohet se ka paguar për të bërë ky ekzekutim. Dhe ke qenë në sallën e gjyqit apo? Po, isha e thirrur në cilësinë e dëshmitares si familjare Edmond Haxhis. është djali xhaxhait tim, baballarët vëllezër. Kjo është lidhja më ngushtë se kaq mund ta kesh përveç se ta kesh edhe vëlla.
Pra ke një lidhje të afërt me të. Absolutisht, është kushëriri im i parë. Është kushëriri i parë. Dhe djali me cilën jam rritur në një shtëpi deri në moshën 13 vjeç, kemi fjetë edhe bashkë një dhomë, derisa ka ikë për Angli në moshën rreth 13 vjeçare. E kuptoj. Si ka qenë ky lajm ose përmendja e emrit të Edmond Haxhis si porosit si kësaj vrasje për ty? Pra edhe në cilësinë e një njeriu të afërt. Së pari duhet të deklaroj se në qoftë se cilësohen disa veprime ose vepra juridike, më saktë, kur ti dëgjon fjalën porositje, duhet të kesh edhe një shkak për ta porositur këtë po themi vrasje. Sigurisht, po të kisha dëgjuar fjalën për shembull, Edmond Haxhia mund të ketë dieni, ka patur dieni për diçka, ka ndihmuar diçka, ndoshta do kisha mbajtur një qëndrim tjetër ose më të tërhequr. Por të dëgjoj zyrtarisht nga institucionet shqiptare, në media, me deklaratë zyrtare, porositës dhe financues, për gjakmarrje, sepse në fillim cilësimi i dyshimit të kësaj vepre penale ka qenë arsyeja gjakmarrja, porositje për gjakmarrje. Atëherë normalisht që neve mbesim të shokuar, edhe nga ana njerëzore, edhe nga ana faktike, që ne e dim që s'kemi hasmërimat familje, as na kanë vrarë njëri, as ju kemi vrarë njëri. Pra ju nuk njiheni mes dy familje? Jo, ne njihemi si jemi të një zone, pa dyshim, po nuk kemi patur asnjëherë konflikte që ne, po themi, sigurisht se përgjithësia penale është individuale, po themi ne në konceptin familjar, konceptin e lidhjeve po, familjare. nuk kemi patur asnjë lloj konflikti me këtë familje, asnjë lloj hasmërie. Dhe, shiko, në qoftë se dalin disa njerëz ignorant nga fusha juridike dhe deklarojnë në media, do ta kenë vrarë ata këto, mirë kuptohet. Por të dalin institucionet dhe deklarojnë porositje për gjakmarrje, të nxisin gjakra tjerë, dhe të bëjnë edhe cilësime veprash juridike, qoftë në proces hetimi, të gabuara prej fillimit, që kushton edhe një proces atje ekstradimi dhe ndoshta devijimin e hetimeve për të vërtetën e mundshme. Dhe normalisht edhe si juristë që jam, për mua kjo ka qenë një traumë edhe profesionale, po sigurisht mbi të gjitha traumë njerëzore për të gjitha familjet. Si është gjendja e nënës Edmond Haxhis? Si? Si është gjendja e nënës? Sepse në sallën e gjyqit, me sa po kuptoja, ka patur një gjendje të rënduar, pra kur ajo është pyetur. Dëgjoj, unë kam dëshirë të mbaj një pozicion të balancuar, se thashë edhe njerë jam edhe juriste. Për t'i kaluar gjithë emocioni familjar, mbi të gjitha për të patur një ndërgjegje të lartë qytetare. Po s'patem ndërgjegje të lartë qytetare nuk zgjidhim asgjë, as në sallat e gjyqeve, as nëse ulemi familje dhe flasim bashkë. Sigurisht që pak kohë përpara se sa të ndodhte të kjo ngjarje, unë kam humbur xhaxhain, pra ajo ka humbur bashkëshortin. E kuptoj. Dhe që në kohën që humbi bashkëshortin, pra pak kohë para vrasjes së zotit Nikulaj, ka patur një gjendje shumë të rëndë depresive dhe shokuese. Dhe e kemi trajtuar me ilaç, me mjekime e tjerë, dhe për shumë kohë nuk e ka marrë vetën dhe vazhdon të jetë në trajtimin e disa ilaçeve që... I shokuar klienti juaj, avokat, për akuzën që është ngritur, apo? Klienti në fakt po habitet thotë përse duhet akuzohem unë për një gjë që s'kam lidhje në kuptimi që për hakmarrje, për gjakmarrje, ose për përfitim. Kush është këtu, përfitimi im, thot, në këtë rast, sepse unë, thot, as një viktimën, as kam do një djeni rreth Edmondit apo familjes Edmondit që mund të ketë. Pra, a i po shokohet për mënyrën porosi. Pse porosia ka një arsye. Çfarë lidhje duhet ketë vrasësi me... Jo, nëse është porosi. Porosia ka një porositës. Dhe porositësi ka një arsye. Se porositësi që e bën, ka një arsye të caktuar. Pra, përse ka varet Edmond Haxhia Ardian Nikulën? Pyetja është pse? Në sallë të gjyqit, ose edhe gjatë time, mu kam pyetur prokurorin. Prokuror, shikoni, do të jeni shumë kujdesshëm, sepse po operoni në një teren ku gjakmarrja ka 500 vjet, pra ky kanuni ka 500 vjet, dhe nuk është dukur. Dhe ju akoma po krijoni një konflikt artificial ndërmjet dy familjeve Haxhia dhe Nikulaj. Dhe kjo është një precedent shumë i keq nga ana juaj, ja kam thënë, ja kam në duke gjatë gjithë fazës hetimore. Dhe duhet jeni të kujdesshëm sepse nëse ai thotë Edmondi ka kryer këtë, atëherë automatikisht familja e të ndjerit është në gjakmarrje me familjen e Edmondit. Dhe këtë kush po e krijon këtë artificialisht? Po e krijon prokuroria, pra institucionet shqiptare. Kjo është ajo që ne po kërkojmë të zbardhim, sepse tani, nëse prokuroria e kërkoj këtë... Nëse kjo është e vërtet, shkon drejtësia aty ku duhet. Shiko,
Se tani, edhe kjo mbetet Jo, pastaj do për të të kuptojmë diçka. diskutuar. Prokuroria shqiptare me letër unë po porosie. mbaj anën cinike, në këtë histori Unë e kuptoj, mund ta bëni dhe avokatin e djallit në këtë mes. Unë s'kam asnjë lloj problemi. Do bëj pyetje të gjitha format. Pyetje bëj të gjitha format. Se dhe format. familjarët e Nikulajt në këto momente mund të thonë, ne duam të dim kush e ka vrarë. Absolutisht dhe duhet, dhe duhet dënohet. Shiko, ja thash edhe dje, ne këtu i thash, gjykatës, trupit gjykus, i thash që ne jemi për të zbarë rrethanat këtu, të ngjarjes. Ne jemi për të... Pse? Mos harrojmë, i thash, dhe ja kam bërë kërkesë që nuk është pranuar nga gjykata. Ka dalë në Sky e Kroçat. Në Sky, në vitin 2021-2022, personat të cilët kam patur interesin dhe është diskutuar në përgjime, kush ka patur interesin për të eliminuar të ndjerin. Dhe ja kam bërë kërkuar këtë si provë. E kuptoj. Ta administronte nga prokuroria e posaçme dhe gjykata nuk, bravo, sepse këto i bëjnë mirë procesit gjyqësor për zbarjen e rrethinave të ngjarjes. Sepse prokuroria, thash, gjykata, jo prokuroria, dhe prokuroria kam kërkuar po dhe gjykatës, e kanë mbyllur rreth vicioz tek Edmondi dhe te ca anglez, turist këtu në Shqipëri, sepse ne vërtet ju tregot ju tregot i pamja aty, më fal. Ju tregot i pamja, dhe ajo pamja nuk tregon asgjë, më falni regjia nëse mund ta nxjerr. Kjo pamja aty nuk tregon, nuk njihet askush kush është ai personi. Dhe kam thënë, hajde, duke marrë parasysh nga pamja aty, hajde t'i bëjmë një eksperiment personit. Kush është eksperimenti? Sepse prokuroria thot, personi është 1,86 i gjatë. Edhe unë i thash, i kam bërë eksperimenti, është një mënyrë shumë e mirë sot për ta provuar shkencërisht gjatësinë, gjerësinë, ecjen, mënyrën e kështu me radhë të autorit, sepse autori aty nuk dallohet kush është. Pse nuk them unë ai autori aty është Flori dhe nuk është Rubeni? Po, besoj është hetuar nga prokuroria apo nga oficerët? Jo, nuk është bërë kjo. Ky lloj ekspertimi nuk është bërë dhe ne kemi thënë. Jo ky lloj ekspertimi, po rruga dhe trajektoria që kanë ndjekur portugezi për të shkuar deri aty. Jo, po nuk ka, se portugezi ka banuar aty, ka qenë në hotel aty. Ka qenë hotel, ai nuk e mohon faktin. Keni një alibi? Ai nuk e mohon Ku faktin. ka qenë portugezi në momentin që ka ndodhur ngjarja? Ai nuk e mohon faktin, nuk e mohon faktin që ka fjetur tek hoteli, ka bërë iterera. Pra, fakti që ai ka ardhur në Shqipëri nuk e mohon. Ai nuk thotë që s'kam qenë në Shqipëri. Po atë nuk ka se si ta mohoj ai se do dalin në tim nëse ka qenë apo jo. Kam qenë në Shqipëri, unë kam qenë në Shqipëri, thotë. Kam e njoh vetë Mondin po. A ka një alibi në orën ku ka ndodhur? Portugezi mund thotë, un kam qenë në hotelin tim dhe ka një kamerë aty e cila kjo është arsyeja që ne nuk po kërkojmë të zbardhet. Një dhe është kryesore shumë e rëndësishme eksperimenti, Flori. Dhe eksperimenti sot në kohët moderne, ku janë të gjitha mundësit kibernetike. E një portugezi Ardian Nikulajn, e kishte dëgjuar në njëherë si emër? Jo, se kam ide fare kush është, e kupton, nuk kam asnjë lloj informacioni. Ai thot, un kam qenë në Shqipëri, e njoh dhe Edmondin, por un kam ardhur në Shqipëri një herë, dy herë si turist, sepse më pëlqen të pi lëndë narkotike, të lloj tashash, parash ajo, edhe ai turizmi që bëhet në Shqipëri përveç atij seksual është edhe ky tjetër ose turizmi jeshil, mund të themi. Kjo është ajo për të cilën ne kemi diskutuar. Tani është detyrë organi të procedurës që të ishte dhe tashmë është detyrë e gjykatës që të kërkojë të pranojë kërkesat tona dhe të bëjmë eksperimentin dhe ta dalim në një vendim përfundim. Me që e përmendë këtë pikë, se dua të kaloj edhe një herë për të përdorur dy element. Avokati përdori një koment në lidhje me kanunin, gjakmarrjen e tjerë. A ka patur ndonjë bisedë mes dy familjeve pas kësaj ngjarje? Po, absolutisht. Flas në një tentativë që ju të flisni, tuleni me njëri tjetrin, të sqaroni? Atëherë, në momentin që kanë ndarë lajmet dhe dua të jem eksaktësisht e saktë, që të jem transparente, jo vetëm para publikut, njerëzve, sepse ka pafund familje që janë gjendje tilla, por të jem transparente dhe publike, sidomos ndaj familjes së viktimës, në radhë të parë, dhe padyshim ndaj të afërmëve të mi, të cilët kanë bërë ndërmjetësimit, po themi kërkesën për ndërmjetësim, se ikshim të gjithë në padijeni të kësaj situate, mbetëm të shokuar nga lajmet, dhe gjëja më parë që unë kam bërë, sa kam parë lajmet, kam shkuar pranë xhaxhait babit tim, sepse babai dhe vllai im ishin, sigurisht nuk mund t'i nxjerra nga shtëpia se filluan presionet jo nga familja, nuk mund të them nga familja e viktimës Nikulaj ndaj meje, në mënyrë kategorike jo, që mos kemi abuzime me këto. Dhe ndjeja frikë që babi dhe vllai im të dilnin jashtë dhe për këtë arsye kërkova ndihmën e policisë së Lezhës, e cila mi la pa urdhër mbrojtje babën e vllaun, u luta të më marrin babën e vllaun si zotin e shtëpisë, se në atë kull ku ata thonë që ka qëndruar ekzekutori, ajo kulla babës tem, a shtëpia babës tem.
dhe policia Lezhës më ka refuzu me marrë babën pyetje, pra i akuzon shtëpinë në sensin e fjalës fizikisht për mbajtje të ekzekutorit të një viktime një familje, por nuk thret zotin e shtëpisë. Kam nejt 4 ditë rresht të ju thonë, merë një babën dhe vllaun tim që i di unë se ku janë tani se s'mund t'i nxjerr jashtë, se nuk di çka ka ndodhur. E kuptoj. Dhe policia Ata Lezhës qëndrojnë të mbyllur vllai dhe babai? sigurisht i kam mbajtur unë të mbyllur dhe ju kam thënë, jo, do të vit ju shoqëroj. Policia, sepse duke parë këtë ngjarje shokuese, porositës, pa pasur kurrë hasmëri, ne nuk dinim çfarë do na ndodh tjetër, se ishim të shokuar gjithë. Sigurisht nuk akuzojmë asnjë moment as familjen Nikulaj. Ka ardhur policia ti pyesi? Në mënyrë kategorike, policia madje më ka lënë, po themi, takim me shefin e krimeve në atë ditë, më ka shmangur takimin, kam qëndruar vetë me qenë se isha dhe vajzë, kam marrë avokat përfaqësues bashkë në komisariat Lezhës, është deklaruar mrena komisariatit për shkak se kisha bërë dhe dalje publike dhe shkrime publike për të parandaluar agravimin e gjakrave nga deklaratat e institucioneve të Lezhës, por edhe drejtoria më pas e përgjithshme e policisë shtetit nëpërmjet prokurorisë së Lezhës. Dhe efektiv mi është thënë avokatës, të cilën e mora me vete, kini kujdes në Ertilën se po i bëhet gati kazani i nxehtë. Në mes komisariatit, uniforma shtetit thoshte, po më vjen keq për në Ertilën, po kini kujdes se po i bëhet gati kazani i nxehtë. Me këtë deklarat, avokati jam ka kërkuar që të largohem nga komisariati i Lezhës dhe i kam thënë absolutisht nuk largohem, le të më fusin kazan të nxehtë, le të bëjnë çfarë dojnë, nëse kanë mend, se nuk i kanë bërë çkujt. Po kërkoj të më thrasin këtu babën e vllain, të mi marrin shoqërum, se ku di unë mbase baba vllau im. Po, të them diçka, shiko, do të kuptoj diçka. Jo, është shumë rëndësishme kjo, se në kupton që për ta vazhduar familja Haxhia, Shiko kupton që është futur tashmë aktualisht në konflikt. Shiko ç'a ndodh. Dy familjet, nëse organet prokuroria, sepse në këtë vend me ligj, me kushtetut e ka si detyrim të bëj hetimet i bën prokuroria. Është dispozit të kodin e procedurës penale, neni 4, ku thuhet prokuroria, apo neni 7, duhet të administroj ato prova që e faqësojnë një person, po dhe ato që mendojnë që letësojnë. Po nëse kanë djeni, avokatën jam juriste vetë, nëse kanë djeni personat në fjalë për të folur rreth disa rrethanave. Pikërisht aty do të dalë. Në rastin konkret, nëse dikush të kërkon në një moment shumë deciziv, siç është një vrasje, sepse nuk është thjesht një vrasje momentit, gjak nxehtësie si më ajo që ne diskuton pak më parë. Është një vrasje e cila krijon konflikte të mëdha më pas. Pra, krijon zinxhir më pas. Dhe prokuroria, po dhe oficierët e policisë komisariatit, mos të thirrin personit të cilit kërkon të japi dëshmi, kjo është e papranueshme. Dhe jam detyruar. Dhe pyetja është, pse këta nuk kam pranuar dëshmin e personit të cilit që mendohet që... Po, në Ertila nuk më dha ende një përgjigje, a ka patur një tentativ për të komunikuar me familjen tërë, pra më që po bëja këto veprime pikërisht. Shkove të Xhaxhai babait. Atë kam bërë gjën më të parë, kam shkuar te Xhaxhai babit tim. Tani, babai yt dhe vllai që ndrojnë të ngujuar në këto momente? Jo, janë jashtë Shqipërisë. Janë jashtë Shqipërisë. Për çështje sigurie? Sepse i kërkova ndihmë policisë shtetit, prokurorisë, për urdhër mbrojtje, të sqarohen situatat juridike, por paralelisht... Dhe nuk erdi për urdhër mbrojtje? Jo, absolutisht. Madje ish drejtori i policisë shtetit, Muharrem Rumbullaku, kam dhënë dëshminë time paraprake në drejtorinë e përgjithshme të policisë, është deleguar dëshmia ime pranë prokurorisë së Lezhës për të vijuar pyetjet prokuroria Lezhës për mua. Kam shkuar në orën që caktuan me telefonata nga drejtoria përgjithshme drejt prokurorisë së Lezhës që të merrja urdhër mbrojtje për babën dhe vllaun tim në bazë të provave që kisha të kërcënimeve për jetën që po më vindin për babën dhe për vllaun. Dhe madje vinin këto kërcënime? Edhe nga emra, mbiemra, adresa, ishin njerëz që nuk i njihja. Njerëz që ti si njihje? Nuk i njihja. Nuk i njihja dhe në qoftë se unë kërcënohem nga njerëz që nuk i njoh dhe nuk ju kam bërë gjë, atëherë të lutem shumë jam rrezikuar me pak fjalë edhe nga palë të tjera dhe ju keni për detyrë tani të ma mbroni jetën e familjes. Sepse ku e di unë sa njerëz të tjerë mund të kenë qenë të interesuar për të vrarë për shembull në Ertilën. Kanë ditur gjë për këtë ngjarje? Absolutisht, ne kemi mbetur të shokuar, ne kemi qenë faktikisht në shtëpi të gjithë të Arlis, të pallatit Arlis në Tiranë, kur kemi parë lajmet. Dhe babi im u prek komplet, dhe me njëherë gjëja e parë që më ka thënë babi im, gjëja më e parë, kjo i herë nuk mundet me ndodhë, po në qoftë se djali i vllaut tim ka bë këtë gjë, unë tani do shkoj me durët e mia me mqu, do ta vras dhe të t'ja gjej dekun në shtëpinë Nikulajve. Fjala më e parë e babës tem. I kam thënë babë, nalu,
Nalu si jam edhe juriste, nuk e di që ka nëllë, Nalu. Jo, tha me më tha se të ta gjaj ku ashta, e do t'ju aqaj nderë të mytun e do dërzojmë vetë. Se nuk kena pas kur pun me ta. Vesh i kam thonë vlaut më rinë dhomë mësdel, kur kam pa mesajet banu gati të hapish vorrat të kisha kakaricit, ti do hapish vetëm vorre burrash. Nuk kam ujtë me duru ma kam ikë policit lejshës. Okej, jam juriste, po vetëm kujtimi dhe jam detyru me për cilë babën se policia lejshës nuk pranoj as na dëgjonte, as na merë të dëshmin, me 10 burra prezent në Baldrenit, që janë të tonë banora të kishin arë për i rast tjetër, 10 burra, ku po ju thoja, po më akuzoni, dhe keni nëzirë dhe banesën në kran, pra ju po në akuzoni, nese pas nese, mund të në bëjnë gjithë me bashkëpunëtor, sepse ju po thoni që në tokën time, në banesën time ka ndodhë të gjana, ku e di unë se nese pas nese së më bëni babën bashkëpunëtor që jeton me mu në Tiranë, për viteve. I tregoni kujdesshëm procedurë, nuk po them djali gjagjit tim është i pa fajshëm, po them është e pa mundur t'jetë porosis dhe financus për këto arsye që po ja shpjegoj edhe juridikisht, edhe nga ana e kanunit. E kuptoj. Pra, dhe këto organe, përfshirë prokurorinë e lejshës. Mbas këtyre fjalëve që tha, si reagoi pastaj babaj? Çfarë bisede I kam thënë babs vetëm më besot lutem mua një moment se ndoshta bëvaki djali nuk është ashtu. Bëvaki nuk e ka bë këtë gjë. Ne nuk e dim se ne nuk kemi pas konflikt një herë me to, që ta bëj këtë gjë. Nalo, veç i kam thënë bab, Nalo, të shkoj te institucionet, do dorëzohemi në kuptimin do shkojmë drejt institucioneve. Dhe lënja e pa urdhër mbrojtje, babaj dhe vllai tim, me gjitha të kërcënime që kisha për vrasjen e tyre, dhe gjërat e tjera shtesë që unë i kam deklaruar te Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në një dëshmi të reduktuar, ka penguar dëshmin timet mëtejshme në Prokurinë e Lezhës, ka qenë një prokuror tjetër, zoti Frances Ganaj dhe Erion Shehaj, i cili është shkarkuar ta Erion Shehaj, nuk e di nga komisionet vlerësuese, dhe i kam thënë, ju ka ardhur dëshmia ime nga Drejtoria e Policisë Përgjithshme në Tiranë, ju lutem respektoni procedurën dhe dua të jem aty tek prokuroria për të vijuar dëshmin time. Nuk më kanë thirrë kurrë. Madje deshën me ma shmang edhe takimin që shkova vetë me ngull, ta kisha mrena në prokurori dhe me folë në prokurori. Kur pashë më nëzorën jashtë dhe në prokurori me formën e tyne, se me zi, herë më thanë së shprokurori, dhe shkova aty këm ngula bërtita, qova zanin, bana zhurëm, për më vrasin vla në babën, nësha njërës tjerë që s'ka lidhje farë me familje Nikulaj, dhe me nalon me kuptu që e kanë vra familja Nikulaj, ndoshta. Me nalon shërë të tonë. Të them diçka, më korekte, më fanetil, më korekte, se kuptoj edhe fazën të emocionale tuajën dhe është normale. Jo, janë të vra në emër gjakmarrjes njerëz. Më korekte dhe më profesionale është treguar prokuroria e Mbretërisë Bashkuar. Se? Dhe gjykata më. Se, çfarë kanë thënë ata? Sepse ata kanë shkruar për këtë rast. Ata, procesi atje, përsa i përket ekstradimit, procedurat e ekstradimit, po vazhdon. Dhe letër porosit... Për dy anglezët? Edhe për atë mondagjin, edhe për anglezët. Dhe gjyqtari në Mbretërinë e Bashkuar, duke parë letër porosit akuzën nga gjykatat shqiptare, nga drejtësia shqiptare, ka thënë tekstualisht që kjo pse e keni klasifikuar si gjakmarrje. Ku është këtu gjakmarrja dhe s'dua ta dëgjoj më fjalën gjakmarrje. E kuptoj. Sepse nuk ka dhe prokuroria jonë nuk ka reflektuar. Pyetja e tyre është kjo, pse kur nuk ka lidhje familjet, pse është gjakmarrja? Ata njohin mirë sistemin në Shqipëri të gjakmarrjes, sepse ju e dini Mbretëria e Bashkuar ose Anglia është mbushur me shqiptar të kësaj natyre. Merret shmarrë me këtë dhe kanë bërë ka statistika. Edhe ambasada britanike është marrë me. Dhe e kanë thënë tekstualisht, nuk duam ta dëgjojmë fjalën gjakmarrje. I kanë thënë shtetit shqiptar në letër porosit që ata kanë dërguar. Dhe shteti shqiptar vazhdon akoma, porositsi. Porositsi kush është arsyeja? Kjo është. Mirë, okay. I porosituri. Po porositsi pse duhet ta bëj? Sepse më duhet të gjejmë. Nëse nuk zbardhet psea, atëherë ne nuk zbardim rrethanat. Ne mund të kemi nesër, mundet hipotetikisht, një nesër, një të dënuar pa faj. Kjo është ajo që cilën do të zbardhet. Ose një cilësim gabuar të veprës penale se mund të shpërndahet i përgjegjësi tjetër ose se ekziston fare. Një letër e Haxhis, a do të kishte sqaruar ndoshta të gjitha këto edhe për të mos vendosur dy familjet në konflikt? Më falni, letër e kujt, e Edmondit? Po. Në ç'kuptim letër? Një letër ku do të mund të sqaronte edhe rolin e tij apo ndoshta edhe për të hequr peshën e këtij konflikti. Edmondi, paraprakisht po ju sqaroj.
përpara se sa të arrestoj Edmondi... Pra flasë nëse fizikisht nuk paraqitet në Shiko, familjarët e Edmondit, me këtë takimin ndërmjetësues që kanë bërë dhe gjithashtu edhe të treguarit të hapur familja Haxhia për biseduar, ka ezauruar do të thotë çdo hap të mundshëm të komunikimit ton, pra çko sa djali nuk na e pranon diçka tillë. Si mund të shkruaj Edmondi diçka një letër të tillë kur ai vet neve na thotë unë nuk kam bëjmë atë ngjarje. Ç'a të bëjmë ne? Tani ç'a të bëjmë ne? Dhe por dua të them këtë tjetrën që kemi bërë çdo lloj hapit mundshëm, qoftë deri te investigimet private vet, për të kuptuar vet familja Haxhia, deri ku shkon përgjegjësia Edmond Haxhis. Nëse kur ka nejt këtej në Lezhë, kur ka kenë ato kohë, mos ka pas kontakt me njerëz të tjerë. Përderisa për këtë djalin thotë që është vetëm turist, ai ka qenë thjesht shoku im duke pi e tjera dëshmi që ndoshta avokati di më mirë për klientin vet. Dhe ne jemi futur investigimeve private vet. Në qoftë se tashmë prokuroria e hoqi akuzën e gjakmarrjes, sepse besoj se duhet ta dini ose për ata që se dinë. Aktualisht, prokuroria e shtetit shqiptar ka premtuar më saktë në letër garanci se po e sollet Edmond Haxhin këtu, nuk do ta hetojmë dhe gjykojmë për gjakmarrje. Ja kanë hequr Edmond Haxhis zyrtarisht gjakmarrjen në dokumenta. Prokuroria e shtetit shqiptar. Pyetja është, iku, se pas ka vrarë... e kanë hequr? E kanë hequr. Sepse ka marrë përgjegjësi nga kur kanë dërguar letër porosi, ka nisë letër porosi në Mbretërinë e Bashkuar, autoriteteve ligjzbatuse atje, pra prokurorisë ose gjykatës, ata pasi ka konstatuar, se janë shumë të kujdesshëm ata, kanë konstatuar që, fillimisht flasim, që këtu kërkohet për gjakmarrje, ata, pasi e kanë analizuar të gjithë rrethanat, kanë thënë, nuk ku ka gjakmarrje këtu. Ku lidhet? Dhe kanë sugjeruar shtetit shqiptar, nëse ju pretendoni një hetim tjetër, një pjesë tjetër, ne mund të ta rishikojmë ekstradimin. Por për gjakmarrje ne absolutisht nuk kemi, dhe shteti shqiptar ka dhënë atyre garanci. Nuk largohet rasti, edhe këtë për ta sqaruar, nuk largohet asnjë moment rasti që mund të jetë porosia e Edmond Haxhis, por nuk është në notat e gjakmarrjes, ama mund të ketë arsye të tjera. Hajde ta hetojmë. Kjo është dyshime, ta hetojmë. Ta hetojmë, ne këtë kërkojmë. Pra ju doni që të hiqet pista e gjakmarrjes. Po pikërisht sepse gjakmarrja, shiko, nëse Edmondi, shiko, nuk do të me gjithmonë me pasojën, do të me shkakun. Nëse prokuroria jonë e ka në mënyrën e saj, e ka kështu të përditshme, që merret gjithmonë me pasojën, asnjëherë me shkakun. Por kush është shkaku? Shkaku, çfarë arsye ka Edmondi që duhet të shkojë të vrasë dikë, ose të porosisë dikë për të vrarë dikë? Kush është arsyeja? Le të shkaku. U vrahet gjitha me radhë. Po e marrim të mirë qenë. Kush është kjo? Po nuk zbardhe këtë, nuk ke zbardhur rrethanat e ngjarjes. Kto pastaj i mbeten tashmë prokurorisë duhet që ne po diskutojmë si funksionon dhe si duhet të jetë. Jo, po nëse nuk është kështu, atëherë e vërteta s'do zbardhet kurrë, do mbes pa autor, edhe zoti Nikulaj, siç kanë vrasja e zotit Nikulaj, siç kanë mbetur vrasjet e shumë njerëzve të tjerë në Lezhë. Do lënë këtë vrasje pa autor, si që kanë bërë masakër në dosje të tjera, duke lënë vrasje pa autor. Nëse Edmond Haxhia ka bërë këtë vrasje, duhet të kalbet në burg përjetësisht. Por hetimi duhet të shkoj në një vit të drejt, të pa anshme, të pa influencuar nga presionet, nga dhuna dhe sidomos nga shkelja e procedurës së ligjeve shqiptare dhe ndërkombëtare në final. Çfarë problemi kishte organi procedurës që të shkonte në SPAK të merrte vetëm pjesën ku flitet në skaj e kroqat për diskutohet nga personat të tjerë, pa i bërë emrat këtu, që po organizonin një vrasje që ishte tashmë i ndjeni. Çfarë problemi ka organi procedurës? Kjo është një kërkesë, ja keni paraqitur ju prokurorisë? Ja ka paraqitur edhe në prokurorisë, edhe gjykatës dhe kërkimet e mia. Fazi radhës jemi akoma në pyetjet dëshmitare. Në pyetjet të dëshmitarëve. Pastaj jemi në vlerësimin e provave. Okej, pra do ketë ende pyetjet të dëshmitarëve. Por keni seancën e radhës? Në datën 17 nëntor. Është pyetur portugezi klienti juaj? Jo, portugezi mund të japi dëshminë çdo moment, nuk e ndalon procedura. Ai mund të flasë në fund të japi dëshminë e tij. E tjerë? Jo, nuk e ka pranuar asnjëherë. Nuk ka pranuar që ka një njëjë të tillë. As prokuroria nuk pretendon që lidhet, por ata mendojnë, por nuk është se ka prova që neve po i mohojmë. Nuk ka fare, vetëm thjesht aludime. E qartë. Nertila, keti një thirrje ndoshta edhe për njerëzit familjar të pra për gjithë këtë situatë për familjen Nikulaj, duke qenë se është futur një tension mes familjes Haxhia dhe Nikulaj në këtë ngjarje? Shiko,
tensioni shkon sigurisht natyrshëm për humbjen e jetës familjare tyre dhe është e më së mirë kuptueshme. Unë kam qenë ndjen prezencën e familjes Nikulaj. E din nështë shpirti se si jam dje më shumëti për askën tjetër se sa për gratë e familjes Nikulaj. Pavarësisht se unë nuk mundem të abuzoj njësoj si me dhimbjen e tyne dhe me drejten me kërku drejtsin, s'mundem me abuzua as me familjen teme. Si ishte kontakti me ta? Kontakti me gratë e familjes Nikulaj? Mi qëndrim, sigurisht që unë do doja ti kisha ngushllua dhe drejt për drejt, po besoj, thjesht dyshimit e mija për shkak të daljes time publike shpesh, ndoshta dhe nuk janë, po themi, shumë të ngrohtë me mua, por në qoftë se familja Nikulaj dhe ta kishte ditur sa herë kanë bërë tentativa për të komunikuar me ta dhe më kanë penguar gjithmonë njerëz të tjerë, ose qoftë me përfaqësues ligjor, po ta dinte familja Nikulaj se çfarë veprime shtira ka marrë kjo vajza familjes Haxhia, ndoshta dhe më thënë edhe orientimi i zbardhjes së vërtetës do kishte qenë më i shkurtuar në kohë dhe disa gjëra do ishin zgjidhur më shpejt dhe nuk do ishin ndoshta këto shkelje tjera procedurale, presione dhe pasojat të tilla, sepse Nërtila ka duruar edhe biznesmenët që qëndrojnë pranë familjes Nikulaj atje, nuk jam ndjeni se mund të mos din asgjë familja Nikulaj për këtë. Më është bërë gati pengmarrja dhe kam jetuar në Kosovë nga biznesmen që vinë dhe më flasin në emrin e familjes Nikulaj në Belgjik, më është hequr copa e bukës se fëmijës tim, vetëm duke më bërë presion në emrin e familjes Nikulaj, që do të merresha, do të sakatosha dhe do bësha me video dhe një video që do ta filmonin njerëzit e mi si dëshmi që kjo vajzë duhet mbyll gojen. Jo, nuk e mbyll gojen se nuk kam bërë asgjë. Unë dua ta hap gojen për të zbuluar gjërat siç është për të zbuluar, nëse unë nuk kam prova dhe fakte për diçka, nuk mund dalë dhe ta akuzojun as familjen time, as tjetrit, as tjetrin, as tjetrin. Dhe nga ana tjetër, me gjithë të shkelje procedurale dhe mungesën e sigurisë jetës që i kanë dhënë familjes time, çfarë duhet besojnë tek këto institucione drejtësie apo tek njerëzit të cilët unë në fakt shpeshherë i kam konsideruar si një trampolin për të biseduar dhe për t'i zbardhur gjërat siç janë. Unë shpresoj, me thënë drejtën kam mesazh për gratë e familjes Nikulaj. Cili është mesazhi? Dhe si që kam për gratë e familjes Nikulaj, kam për gratë e familjes time dhe për gratë edhe në një familje tjetër që të gjithë janë në të njëjtën problematik. Ju them të gjitha grave dhe vajzave të familjeve në Hasmëri që të mundohen që të bëhen të bëhen të gjitha ndërmjetësuese për të penguar burra që të bëjnë veprime të nxitura nga vendime që janë institucionale dhe të mundohen gjithmonë të influencojnë vetëm drejt zbatimit të procedurës dhe uljes së gjakrave dhe komunikimit me njëri tjetrin. Kjo është e vetmja gjë që unë nga ana tjetër edhe janë të rënduar nga drejtësia në Shqipëri. Janë të rënduar. Ju që jeni në sistem e dini më mirë se kush do tjetër që... A nuk jam unë rënduar nga drejtësia që mund kisha në vërë babën e vëllain sot? A nuk jam unë? A nuk janë të rëndume nga gratë e familjes Nikulaj që ndosha dridhëna do të lindin një djale ju vritë tjetri? A janë të rëndume familjet nana mondit një në gjykat? Nuk jena nga të rëndume? Tanë jena të rëndume. Shikoj për shembull kjo nuk bën, kjo nuk funksionon kjo. Dhe unë e kuptoj këtë pjesë, jam shumë dakord. Mamani Edmondit e kisha thirrur unë për ta pyetur dje në gjykat. Po, e fundit ajo erdhi aty dhe unë kam parë një grua, një nën, një zonjë të rënduar shumë psikologjikisht. Dhe më ka ardhur shumë keq dhe ta dija që do ishte në atë gjendje shumë të rënduar, ku e kuptova që po i dhimte shpirti edhe për djalin e saj, pa dyshim edhe për situatën e krijuar, mendova se bëra gabim që e thira. Ajo zonjë dje ka qenë dhe një... Nuk ishte momenti, ajo ishte shumë e rënduar psikologjikisht dhe unë, sinqerisht, dje më ka ardhur keq, pa dyshim për atë, më ka ardhur keq për të gjithë, se dje pa një nën, një zonjë, një grua, një nën, një gjyshe, mund ta them, të rënduar, të shkatëruar, mund themi, psikologjikisht. Ai qartë. Avokat, falenderoj shumë. Nërtila, falenderoj edhe ty që erdhe dhe fole me realisht me dorë në zemër. Edhe gjithmonë do ta bëj, do ta bëj gjithmonë. Faleminderit edhe prandaj ndonjëherë edhe programet të cilat janë drejt për drejta shprehin edhe emocionet edhe ndjesinë ashtu siç duhet në këto momente, po unë do t'i bashkohem
thirrjes së çdo kujt edhe besoj çdo gazetari, jo vetëm juristi, që duhet të shkojë gjithmonë drejtësia aty ku duhet, që mos ketë konflikte të tilla, konflikte që do të cënojnë jetën e kujdo, edhe të burrave, edhe të grave, gjithashtu të familjeve të cilat ndonjëherë për shkak të një vendimi të gabuar shkojnë drejt një hakmarrje apo gjakmarrje. Do shkëputem nga kjo pjesë për të kaluar tek një temë tjetër. Në fakt do të rikthehemi një bisedë dhe debati në studio të ngjarjes edhe të bisedës së ditës së djeshme në programin Në kohë reale të mjeku Dervish Hasi. Ka qenë një intervistë absolutisht goxha e fortë që pati impaktin e saj, reagimet kanë qenë shumë të mëdha në lidhje me deklaratat që mjeku i cili akuzohej për pornografi dhe dhunë në familje dha ditën e djeshme drejt për drejt në programin ton. Do të shkojmë pak minuta publicitet, pas pak do ta diskutojmë me të ftuarit copzat nga deklaratat e doktorit Dervish Hasi ditën e djeshme.